Mirëmëngjesi Agnesa, mirëmëngjesi të gjithë shikuesve të Koha Vizionit. Sot jam këtu bashkë me një ekspert të komunikacionit Lavdem Hamiti, me të cilin do të diskutojmë shumë tema, komunikacionin, gratë në komunikacion, gjithashtu dhe mungesa egzaminerëve që është bërbuj në rrjetet sociale, për ato detaje do të na tregoj më shumë eksperti i komunikacionit Lavdem Hamiti. Mirëmëngjes nderuar, faleminderit shumë që pranove të zhvillojmë këtë intervistë bashkë. A është rritur numri i grave që përregjistrohen në autoshkollë këtë vit krahasuar në vitin e kaluar? Se përket numrit të kandidatëve të femrave, nuk mund të them që është rrit në këtë vit prej vitit kaluar, por mund të them që në vitet e fundit është rrit nga vitet me të hershme. Mund të them ka qenë ndoshta diku në vitit 2014-2015, që vetëm ka filluar të ngritet numri i kandidatëve të femrave krahas me vitet e kaluara. Po pse mendoni se gjithnjë po rritet numri, domethënë i grave që të jenë në komunikacion? Po sa përket numrit të femrave të kandidatëve, është duke u rritur për shkak që normal për nevojat familjare, edhe për nevojat e veta, edhe nëse është e punësuar, atë vetëm e shef që është e nevojshme, e domosdoshme, do thotë vetuar për të kryer shërbimet të familjes apo nëse është në punë të punës. Ndërsa më herët po them kështu në përgjithësi, kemi pas kohë pak më shumë saqë mund të jetë shkak që një krye familjare ka kryer ndoshta të gjitha punët. Ndërsa tash ka ardhur koha që secili mund të kryejë punët vetëm të vetat, por nuk mund të kryejë punët e tjerëve. Edhe kështu që do thotë femra është më aktive, po flas këto vitet e fundit, është më aktive se sa që ka qenë, përderisa është më aktive është e nevojshme vetura. Dhe për këtë arsye edhe pajisën me patën shofer që është e nevojshme. Të e pas parasysh që ti je në komunikacion gati se çdo ditë, a janë gratë më të respektueshme në komunikacion apo meshkujt? Sa përket vozitjes, do thotë gratë janë më të kujdesshme në komunikacion, mund të them është një e mirë që kanë një frikë në komunikacion dhe për atë arsye janë më të kujdesshme, edhe normal që kur është më i kujdesshëm edhe numri i aksidenteve apo gabimeve është më i vogël. Në fillimet e secilit kandidat që ka, kanë pa më shumë stres, apo bëjnë gabime më shumë, si janë fillimet e tyre, sidomos te gratë, kuptohet? Po, sa përket gabimeve, normal që është një numër më i madh gabimeve sa përket grave në komunikacion, për shkak se kanë tremen, kanë frikën, edhe ajo pjesë i përcjell gjatë gjithë kohës, thuajse deri në marrjen e patën shoferit. Ndërsa tek meshkujt kanë prirje më shumë, nga thotë sa përket prirjes kanë prej fëmirisë, edhe derisa të bën të vozitin veturën apo të morën patentën. Për shembull, një numër mund të them diku 50% i djemve janë që do thotë vozitin makinën para se marrin në autoshkollë. Ndërsa tek femrat apo tek gratë do thotë mund të themi që ndoshta ne apo 2% janë për aty në shembull që e vozitin veturën para se të vinë në autoshkollë. Për këtë arsye, normal që stresin e kanë më shumë do thotë femrat, kanë ngarkesë gjatë vozitjes më shumë, edhe kanë frikën më shumë që ajo është një pengesë. Do thotë frika është një pengesë. Për atë arsye ne kemi sjell edhe një simulator që pikërisht për këtë çështje, që në simulator do thotë kandidatja apo edhe kandidati do thotë e largon stresin, e largon presionin nga vetja, që kur dhe në qytet të ketë më lehtë shembull të përgatitet në mësimin praktik. Tu e pas parasysh që tash komunikacioni po bëhet gjithnjë më i dendur, sidomos këtu në Prishtinë. A janë rrugët të sinjalizuara saktë dhe a janë mirë për të pas një siguri në komunikacion për kandidatët që janë në fillim? Kjo është një pengesë, do thotë, ka qenë një pengesë më herët edhe është më e keqe që është vetë duke u rritur kjo pengesë. Komunikacion nuk e kemi sinjalizimin e mirë, nuk e kemi shënizimin e mirë, e që më keqe mund të themi që nuk e kemi rrugë të pastërta që të vozitet më sigurt në komunikacion. Sa duke ardhur këtu në punë, do thotë disa automjete vetëm që i vresha gjatë vozitjes që do thotë në lëvizje nuk ishin sigurta për shkak të rrugës që është shumë e rrështitshme. Pa marrë parasysh që temperaturat nuk janë minus, edhe nuk ka bura po akull ku ta di, por për shkak baltës që janë në rrugë, do thotë është më e rrezikshme se sa kur është bora, sepse në momentin që kur është rruga me borë, atëherë e ngrit një vetdije që në komunikacion do të ketë më shumë kujdesje. Por kjo situata sot për shembull të mashtron për shkak që rruga duket që është do thotë e pastër, që në realitet nuk është e pastër, edhe vetura do thotë rrëshqet më shumë se sa që është kohën që është me borë. E kjo është një pengesë që do të jenë sidomos rrugët do të jenë të pastërta, që është një gjë shumë e lehtë bëhet, ndërsa sinjalizimi kjo është një dukuri negative, nuk e di pse mund të jetë kjo dukuri negative.
që so vite atëherë që nuk e kemi rrugë të sinjalizuar dhe të shenjizuar ashtu siç duhet, që është një gjë shumë e lehtë bëhet, përveç asaj që është shumë e lehtë bëhet, janë persona që marrin paga për këtë punë e që në realitet nuk e duke punuar këtë drejtim. Nëse vetëm edhe ka persona që duhet të punojnë këtë drejtim, nëse nuk ka atëherë persona që punojnë, është çështje tjetër. Por pas këtyre gjitha problemeve që na i tregove, cilat janë disa probleme tjera që i shohin kandidat dhe i pengojnë atyre gjatë vozitjes? Po zakonisht tek sinjalizimi se kandidati kur vije në autoshkollë dhe del në qytet gjithmonë i vren dhe i pengojnë edhe mundohet të përgatit sinjalizimin dhe shënimet rrugore. Këto janë që dalin në pa, thëm ashtu të këto gabimet e shënjezimeve dhe sinjalizimeve që kandidati do thot i vren, për shkak se nëse ti ja shpjegon kandidatit që kur kemi shënjezimin, po them kushtimisht në anën e djathtë apo në anën më duhet të lëviz dhe vije me një kryqëzim kur nuk ka sinjalizim, kur nuk ka shënjezim hiç, thot e këtu çka të bëjmë? Dhe këto është ai problemi që ne si instruktora duhet të bëjmë përmirësimin e personave adekuat që janë për shënjezimin e rrugës. Do të thomë që kemi mungesë shënjezimit, kur kemi mungesë shënjezimit do të veprojmë në këtë mënyrë, edhe do të shpjegohet. Kjo është ai problemi që kandidatët i vren, do thotë gjatë vozitjes i vren këto gabime që kemi na ditor. Por aktualisht si e vlerësoni kulturën e komunikacion këtu në Kosovë tek ne? Na nuk e kemi kulturën e Evropës. Por nuk është që jemi shumë keq me kulturën e komunikacion, prap po e lidhe me pjesën krahas që kemi rrugët edhe shënjezimin në rrugë. Kulturën e komunikacion shoferit, përveç që i afron, po flas nga fëmijëria, shkolla, familja, komunikacion edhe autoshkolla, atëherë kjo gjithë që i përmbën do thotë që do të jenë rrugët dhe shënjezimet ashtu si duhen. Sot do të jetë një shofer i kulturuar, edhe nëse vjen nga Evropa, po e marrim si shembull që ka një kulturë të komunikacionit shumë të lartë, atëherë rrugët e çojnë në atë pjesë që mos jetë i kulturuar. Sepse nëse ti, po e marrim si shembull në rreth, hyr dhe del në mënyrën e duhur, ti atëherë ke mbet ato ndoshta me minuta të tërë se nuk mund të lëviz. Në realitet, ti detyrohesh të vozit në mënyrën jo të duhur, në mënyrën jo të kulturuar, për shkak që janë gabimet, po e marrim si shembull në rreth rrotullim. Detyrohesh të përshtatesh komunikacionit. E komunikacioni nuk është mënyrën e duhur që të kemi ne kulturën në nivelin më të lartë. Nëse marrim përgjithësi, nuk është që shoferët shqiptar apo kosovar nuk janë të kulturën në komunikacion. Por komunikacionin nuk e kemi në mënyrën e duhur. Për atë arsye na jep shpesh herë apo na çon deri tek gabimet e padëshirueshme. Në fillim e përmenda që do të diskutojmë edhe për temën mungesën e eksaminerave. Shumë qytetarë, shumë kandidat kanë pas pritje të gjata për këtë. Pse po ndodh kjo? Për çka është mungesa e eksaminerëve tani tek ne? Edhe tek kjo pjesë gjithmonë normal ne kemi një shtet që shteti do të na ofrojë mirëqenie edhe që i rregullon këto çështje që po diskutojnë atë gjitha. Edhe kjo është një problem, do nuk është faji qytetarët, nuk është faji kandidatët apo ja të shkollës. Edhe kjo është një fajësi e Ministrisë së Infrastrukturës, sepse ata janë që i përgatiten edhe i vendosin do thotë ekzaminerët që të punësohen. Mënyra se si do të punësohet një ekzaminer do është një provim që do të hyjë në pjesën teorike dhe në pjesën praktike. Kush e formon atë provim është Ministria e Infrastrukturës apo Departamenti i Automjeteve. Dhe ata me qëllime të caktuara, me qëllime jo të mira, nuk e formojnë ndoshta me muaj të tërë, mos ta me vite të tërë. Edhe me vite të tërë. Një prej pengesave është edhe në ligj që është lënë në vitin 2017 kur është miratu ligje është lënë me gabime, mund të them se s'po më të thonë me qëllime të këqija, nuk e di çfarë arsye, është lënë do thotë që një ekzaminer nëse është i punësuar në autoshkollë nuk ka të drejtë, në ekzaminer. Një person nëse është i punësuar 3 vitet e fundit në autoshkollë nuk ka drejtë të konkurrojë për ekzaminer. Ka drejtë të kryej shkollimin, ka drejtë të gjitha, por 3 vitet e fundit nëse ka punuar me ndonjë autoshkollë nuk ka drejtë të jetë ekzaminer. Që kjo është shumë gabim. Përkundër asaj ka deri 700 e kundërta, sepse nuk mund të vijë një person që s'ka punuar asnjëherë në autoshkollë, edhe të kryejë një trajnim të shkurt dhe të hyjë si ekzaminer, sepse ai nuk e di se si sillet me kandidat, nuk e din ndjenjen e kandidatit se si është në vozitje, edhe nuk mund të jetë një ekzaminer tamam i duhur për punë. Po në rregull po them edhe atë pjesë le të lajnë, po për çfarë arsye është në ligj kjo pjesë që nuk ka të drejtë 3 vite. Dhe tash shumë persona që kanë përfunduar trajnimin për ekzaminer
janë larguar nga puna e autoshkollës dhe tash do të presin 3 vite për të pasur drejt me hyrë si ekzaminer. Dhe tash ky vakum atëherë vetëm që po e bën këtë problem që është mungesa e ekzaminerëve. Sot një kandidat e paraqet pjesën praktike, sot me 16 janar, i bie me hi me 25 prill. Do thot mbi 3 muaj. Është shumë normale që ai kandidat harron ndërsa të vjen koha me hi në provim se 3 muaj e gjysmë nuk janë pak. Nuk janë pak. Janë detyruar të përfundojnë orët para se me paraqit provimin, mandej kur të paraqet provimin, 3 muaj gjithë duhet me prit për me hi në provim. Çfarë do me hi tim mbas 3 muaj gjithë në provim pa u përgatitur ende në vozitje. Kanë të drejtë me marrë orë plotësuese, po nda nuk mund të drejtojmë apo nuk mund të udhëzojmë kandidat të paguajnë edhe orë plotësuese sepse është një kosto që ngritet kandidatit në jemi në gjendje apo në situatë që në përgjithësi nuk është që kanë mundësi, shamë të marrin orë plotësuese tash sot ka nevojë ashtu. Edhe për këtë arsye do thotë që do të pret 3 muaj e gjysmë në provim. Edhe kjo është një pjesë që ministria mund të rregullu shumë lehtë dhe shumë shpejt, vetëm që do të ketë provime që për persona që kanë kryer trajnimin, të kenë mundësi të nështrojnë provime që të kryejnë provime, ata që e kryejnë provimin do të punësohen, shumë e thjeshtë. Por këto mungesa e ekzaminerëve po shkakton domethënë pritje të gjatë të tyre. A ka edhe mungesë, domethënë apo presin edhe për provim me shkrim apo vetëm për provim praktik? Të ke pjesa provimi me shkrim kanë lavdota të mira këtë rast ministria, sepse provimi me shkrim do thot nuk i bjen me prit, gjatë 2-3 ditë ju bjen me prit, edhe është shumë i mirë, është shumë e lehtë, testën e kanë digitalizuar, do thot është në mënyrë kompjuterike, e kanë lehtësuar, do thot për personën që veç e përgatit, do thot se ka vetëm me një të sakt, do thot janë 2 opsione e sakt dhe pa sakt, kështu që është shumë e lehtë për ata që e përgatiten që e mësojnë, edhe pritja nuk ka do 2 apo 3 ditë, maksimum është një javë që bjen me hin provim, që është diçka shumë e mirë që mund të themi është për lavdot. Në Evropë nuk e këtë standard tash që e kemi në pjesën teorike, edhe do thotë vetëm që kandidatët edhe po kanë sukses sepse përgatiten po e dinë provimin kur e kanë, 2-3 ditë, një javë po e përgatiten, po shkojnë po e kalojnë provimin, edhe po është gjithçka në rregull. Se për këtë pjesës teorike nuk ka nevojë të ndryshohet asgjë, është perfekte. Vetëm sa për këtë pjesës praktike është shumë keq. Dhe për fund një këshill dhe një mesazh për të gjithë ata kandidatë që dëshirojnë të regjistrojnë patent shoferin, por në fokus për të gjitha gratë që hezitojnë të regjistrojnë. Të gjithë kandidatët apo të gjithë personat që nuk e kanë patent shofer është një dokument mund të themi i nevojshëm, mund të themi obligativ, që duhet të pajisim me patent shofer sepse jeta çon drejtime të ndryshme që ti duhet të kish patent shoferin. Ndërsa sa përket tek femët e gratë që pajisim me patent shofer, mos të kenë atë frikën, atë tremën që mos të shkon në autoshkollë të regjistrojnë patent shoferin. Që në rast që edhe ki as shumë trem, as shumë frikë, të paktën shko regjistro dhe provo. Ne kemi dikon, mund të themi dikon 70% të grave që vinë më regjistru, momentin që hinë thot kam trem, kam frikë, tutem, nuk mund të dalë komunikacion, dhe momentin që fillojnë me atë kandidat punohet pak më shumë në mënyrë psikologjike mund të them, që për atë arsye kemi marrë edhe simulatorin që të hikin tremen, 2 orë të para se hyjnë në simulator e hikin tremen, mund të them dikon 70 apo deri 80%, saqë kur del në rrugë në komunikacion edhe 2-3 ditë e para vetëm që e hik tremen. Dhe pas asaj koha që e hik tremen, vjen këtu prapë në autoshkollë dhe falendëroj, thot nuk e kam besuar dhe nuk e kisha menduar që mund të hiki tremen kaq shpejt. Thot tash edhe hiç nëse nuk muj më përgatit për pjesën praktike, të paktën vetëm që e kam hik tremen dhe mund të them që e kam hikit me rakshi me orë në autoshkollë dhe më regjistrua për mua është mjaftueshme. E që normal një numër shumë i madh aty ka dhe sukses deri në përfundimin e patent shoferit. Faleminderit shumë i nderuar. Faleminderit nga ju. E pra Agnesa, me të gjithë këto detaje dhe informacione, pe kaloj linjën tek ju në studio.